Kriza ekonomike rajonale ka sjellë vështirësi të mëdha për disa qindra firma shqiptare që prodhojnë veshje me mall nga porositësit. Drejtues të firmave shqiptare thonë se në fillim firmat greke e tashmë dhe ato italiane vonojnë pagesat e porosive të tyre, duke bllokuar kështu firmat shqiptare. Shumë prej tyre janë mbyllur, ndërsa të tjerat po shkurtojnë vendet e punës. Por ka edhe nga ato që po mbijetojnë duke sjellë madje ide dhe investime të reja. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana. Industria shqiptare e prodhimit të veshjeve e ashtu quajtura me mall të porositësit ose me fason po kalon vështirësi të shumta vitet e fundit në Shqipëri, kryesisht për shkak të krizës në Eurozonë dhe krizës ekonomike italiane dhe greke. Drejtuesja e kompanisë Omega dhe presidenti i dhomës kombëtare të prodhimit të veshjeve Lindita Legisi thotë se kriza ekonomike rajonale ka prekur edhe Shqipërinë në mënyrë të ndjeshme. Kriza greke u ndje e para, firmat porositëse kërkuan prodhime, thotë ajo, por ndërprejnë pagesat në mënyrë të menjëhershme dhe shkaktuan mbylljen apo reduktimin e shumë reparteve prodhuese në qytetet shqiptare pranë kufirit grek. Tek ato vende pati një sër ndërmarrjesh që kaluan në mbyllje të menjëhershme, sidomos në Devol, Saran, Gjirokastër, dhe shumë ndërmarrje të tjera që u reduktuan, sidomos në vitin e parë të deklarimit menjëhershëm të krizës greke. Kriza në të sektor është e lidhur jo se ne na ka munguar puna, ose se na ka munguar porosia e klientëve tanë drejt këtyre vendeve, por në mënyrën më të parë u ndje direkt në mënyrën e financimit. Gjatë kësaj krize, kompanitë e mëdha shqiptare kanë vazhduar punën duke shpërndar punën me firma më të vogla, të cilat humbën marrëdhënie direkte me kompanitë e huaja, ndërsa gjatë vitit kaluar dha shenjat e saj të forta në Shqipëri edhe kriza italiane. Probleme financiare po shfaqin edhe kompanitë të mëdha italiane. Zonja Legisi thotë se nuk ka shenja se Italia do të përmirësojë pagesat, ndaj po studiojnë tregje dhe klientë në shtete të tjera evropiane. Deri tani një nga vendet më të shpejta dhe më të mira mbetet Gjermania dhe Franca, që deri tani kanë treguar një raport konsolid me të gjithë ndërmarrjes shqiptare për të cilët kanë punuar. Le të themi se jo janë bërë edhe kërkime gjatë vendeve skandinave për krijuar një raport me ta për të cilët për vitesh nuk e njihnin fare Shqipërinë. Por ka edhe firma të tjera që nuk e kanë ndier goditjet e krizës në ato përmasa sa të tjerët. Drejtuesja e firmës SAM, Mimoza Vojka, thotë se sekreti është që firmat marrë përsipër sa më shumë faza prodhimi. Në firmën e saj ajo prodhon veshje sportive të personalizuara për gjithë tregjet evropiane me cikël të mbyllur, pra merr porosinë për një kostum dhe e mbaron të gjithë vetë, ndryshe nga firmat e tjera që përgatitin vetëm një ose disa procese. Ajo mendon se firmat në Shqipëri duhet të zgjedhin klientë cilësor dhe të mos mbahen me klientë pa rregull në pagesa, që gjoja sjellin punë për firmat me shumë punëtor, por nuk i paguajnë ata. Këtë lloj klienti, firma e saj e largon menjëherë pa rrezikuar më tej. Personalisht do të mendoja që në Shqipëri, sidomos firmat dhe të gjitha institucionet duhet të jenë të kujdesshme në likuiditete, sepse ka neglizhenca të teksuara. Unë nga pak varësira që kam pasur në Shqipëri, ato pak shitje, shikoj këtë problem, dhe nga këto kontakte shikoj që ky mund të jetë një problem mbytës flasim për biznesin në Shqipëri. Në vitin 2009, firma SAM e mbylli biznesin e fasonit duke ju përkushtuar një prodhimi të ri me cikël të mbyllur. Firma ofron një numër të madh prodhimesh sportive, duke nisur edhe nga një fanelle vetme për një sportist. Zonja Vojka thotë se gjatë kohës së krizës, firma e saj investoi në teknologji moderne dhe u hap në tregje të reja duke shtuar klientët. Për neve koha është etaloni matës, nuk është biznesi rajonal ose vendor. Kështu që për këtë arsye gjithmonë kemi kërkuar që të mbushemi me dije. Edhe për faktin që ky është dhe profesioni jon, edhe im edhe bashkëpunëtorit tim që është dhe bashkëshorti im, kështu që gjithmonë ky është vizioni jon. Teknologjia që ne kemi që ne afrojmë prodhimin ton, është teknologji bashkëkohore e viteve të fundit që gjendet në vendet më të zhvilluara europiane. Aktualisht Shqipëria ka rreth 470 firma prodhimi të veshjeve me porosi nga jashtë. Sipas statistikave të organizatës tyre, ato aktualisht kanë rreth 60.000 punëtor nga 100.000 punëtor që kishin në 2008. Deri vjet fasoneria ishte e para në radhën e bizneseve të eksportit dhe të rreqjes së valutave të huaja, ndërsa tani ka dalë dyta pas energjisë, mineraleve dhe metaleve. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.